Mëngjesi, mirë se vini në një video të re. Sapo kam mbaruar stërvitjen, sapo dola nga pilatesi. Jam bërë një njeri super i disiplinuar, 4 herë pilates në javë, një mrekulli. Domethënë 3 i bëj me patjetër. Javët e mia më të mira i bëj 4 herë, që ka shumë vap tani se në mëngjes ishte pak freskët. Edhe u kënaqa, është super ndjesi. Pilatesi në mëngjes më shijon jashtëzakonisht shumë. Tani unë s'kam rënë absolutisht asgjë, e kisha merak se thash do më vishen sytë aty, do më birit fikët, se ishte edhe pak stërvitje e vështirë. Por jo, shkoj mirë, kështu që do shkojmë tani të takojmë motrën, Natanin, Kunatin, mamin, njerëzit e shtëpisë nuk i kam takuar hiç, të pim kafen bashkë me ata dhe të hallet ndonjë gjë për mëngjes. Ikim, flasim më vonë. Jo, me forca roje, se nuk ta jap. Jam Mëngjesi njerëz, nëse kemi dalë për të pirë kafe në mëngjesit dhe që nga super freskët dhe ta mendosh që kemi dalë dhe me motor. Po, fatmirësisht, si njëri i zgjuar që jam, kisha veshur xhupin e motorit rrugës, se futa mbrapa te koshi dhe tani ndrova xhaketën. Po jemi edhe në hije dhe realisht është shumë freskët. Kush është? Edhe kemi ardhur këtej nga Deli Orgji, po pim kafe me ti me motor. Shikojeni sa e bukur që është. Shikojeni pak sa e bukur që është. Nëse nuk e dini, millennial, nuk e di, je millennial ti apo boomers fare? Ça gjenerate i takon, millennial apo boomers? Nuk e di. Edhe nëse keni parasysh gjithë millennial kur i drejton fotografinë bëjnë këto dy gishtat kështu. S'mjon mikrofonin. Kështu. Na ka ngelur, nuk e di pse. E pat se i drejtova motrës kamerën zori dy gishtat. Kështu, do visha jumpsuitin jeans që mora te Zara, se më pëlqeu shumë e bukur. Edhe më shkonte shumë, por më shpërtheu pulla e që mbërthehet e mesi. Kështu që jo me shpirt, po thjesht ishte shumë e fort jeansi, e ke parasysh dhe e ka tërhequr. Të më japësh mua. Po shpirt, po se kam vesh as njerëz të tjerë etiketa. Edhe tani po mendoj, ta kthej apo thjesht ta rregulloj e të marr tjetër. Po nëse të pres tjetri, unë dua ta vesh. Histori shumë e gjatë. Më duket se më doli gjendje në tek, po doli gjendje në tek, do shkoj ta kthej. Halle shumë të mëdha. Ndërkohë më kanë ardhur as jeanset 3 çerekshe edhe në tek. E di pse më pëlqen kjo kamera, se edhe njerëzit nuk të shikojnë çuditshëm, se është e vogël dhe nuk bie në sy. Që po filmoj rrugës. Se më atë të shikonin gjithë thuat ç'a po bën. Ne shqiptarët vdesin të shohim ç'a bën tjetri në rrugë. Jashtë si plas fare ç'a bën ti në rrugë. Mund të bësh çfarë të duash. Kështu. Mbarua. Ç'a të bëj? O jeta ime ti! O shpirti im ti! Ç'a bëj këtë zhamën shumë? O zemra ime ti! Ç'a do thuash tu për kamera, fol këtu? Jo, mos e merr, fol. Ta marr. Teze të dua shumë. Do flasësh tu për YouTube-in e tezës, ç'a do thuash? Po, thuaj diçka. Ç'a të vinë në mendje? Ç'a dush ti? Të qa ke të benda? Është mikrofoni që të dëgjosh aty te Po kamera. ku e ke? Shu këtu, nuk e kështu është. shukoj dot. Po thuaj diçka të bukur për këta ndjekësi. Po nuk e gjëgjoj dot. Kështu e ka, kështu ri kjo teze, nuk e shoh, do të asu nuk e shoh dot. Ç'a do thuash? Po atë benda. Do më futesh pak te faqja? Te faqja? When my days end, I must just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feels so young. Say that they don't really care about us. Sapo ktheu nga tegu në njerëz, edhe ju thashë mëngjes që mu prish jumpsuiti, që sapo i hoqja etiketën më kaput pulla. Kështu që vajta lash atë, mora një tjetër. E di që më duket ngjyra e jeansit pak më ndryshe, kjo më çuditi në fakt. Po ishte sikur kishte gjithë ngjyra më e bukur, ajo që kisha, sa këto që mora. Se nuk e provova, thjesht ndrova të njëjtin produkt me të njëjtën masë, thjesht për defektin që më nxori. Edhe
problemi është që kur vjen në tek, ke qef të shohësh dhe gjëra të tjera, kështu që u futa te HM-ja. Ju tregova që provova të setin paradezi dhe setin e verdh. I verdi ishte super i dukshëm, ndoshta ishte vetëm për plazh, ndoshta doja masa më të vogla dhe të brendshme që nuk dukeshin, por realisht shumë i dukshëm. Kështu që mora të setin e vija, paradezi. Ishte shumë i bukur, thash për përditash, nga këta të lehtë, kur s'ke ça vesh thjesht edhe diçka shpejt e shpejt. Dhe e mora si përfundim. Në mos gaboj vajti diku te 31-32, nuk është se ishte shumë i shtrenjtë. Topin e mora extra small, se unë kisha provu smallin në video, por më rinte pak i lirshëm, kështu që shkova e ndrova, mora extra small topin edhe small pants. Ishte nice. Kështu. Për i dhe burri një dy blerje, se normalisht, po vajte në tek është e pamundur që mos të pëlqej diçka dhe mos të marrësh diçka. E mira është mos shkosh fare. Të më kishin ardhur ato Capri Pants në dyqan dhe ishte perfekte, që mos kthehesha më gjatë javës, sepse kanë datë 21 për të ardhur. Kështu. Më tani më pjet një kafe, po se di do ta pi në shtëpi apo si burri. Kafe? Të pjet kafe? Të pi në shtëpi? Lash edhe makinën për të larë në tek, kështu që shpresoj shumë që mos të bjerë shi, se vende është e vrënjtur, kjo kohë është më e çuditshme në botë, sepse duket sikur është verdhe po vjen vjeshta, dimri, jo sikur po vjen vera. Edhe shpresoj shumë mos bjerë shi, se sa herë që lajon makinën, bjerë shi dhe unë pastaj nga inati, edhe një muj pa larë. Kështu. Në dreke, përfundova dhe ju thash që kam i bashkëpunim me babunin, por nga fundi muajt, kështu që bëra porostin tim atje, përfundova edhe Reelsin, isha duke edituar. Okej, ka dalë lezetshëm, se unë nga që kam një skenar në kokën time kur krijoj një ide reklamimi, edhe nuk më pëlqejnë, filloj kam gnaze, nuk më dalin ashtu siç unë e kam menduar në kokën time. Po okej, tani që po editoja, nuk është se kishte dalë aq keq, ishte lezetshëm. Kemi porositur të era për drekt, restorante era, i kishim bërë shumë të mira, po kishim marrë çiksi shumë sasi. Ushqimi, kështu që gjysma nga ngelur në shtëpi. Edhe për darkën jemi në rregull, nuk kam nevojë të gatuaj. Ja tani doli dje dhe u bë vap, inshallah s'bi më shi. E po, më ishte fiksuar mua që dohet merja kafe Borbone, besoj keni dëgjuar në radio. Tani si person që merrem me marketing dhe bëj spote për radio, e ha vetë publicitetin. Në mënyrë kështu, direkt. Edhe këto Borbonet më kanë thënë që janë shumë të mira. Tani më mora direkt paketimi me 50 kapsula, më pëlqejnë, më pëlqejnë, vetë kisha marrë një të vogël për ta provuar. Por problemi ishte se s'kishte paketime të vogla, kështu që thjesht e mora dhe meqense kjo pro natyra i ka italiane, thash duhet janë të mira. Edhe janë të përshtatshme me Lavazza a modo mio, që është espressi që kemi ne, kështu që shpresoj të më pëlqej. Review direkt sa vetëm në shtëpi se po më pjet kafe. Kafe Borbone. Po hajde pije një kafe. Hajde pije një kafe te Radio Shqipi në 92. Kafe Borbone. Kurioze jam tani të marrë edhe një kështu kujdes që se i poshtë. Kjo? Okej. Edhe po thosha, jam kurioze, ju që lëvizni për ditë me makinë, mëngjes kur shkoni në punë, kur ktheheni, a dëgjoni radio? A i dëgjoni spotet publicitare të brendeve të ndryshme në radio? Dikoheni, dëgjoni ofertat e fundit apo jo? Kështu që marrë do një feedback, a ja vlen të bëjmë fushata për radio apo nuk ja vlen. Unë personalisht dëgjoj. Okej, ka plot raste që telefonin e lidh me makinën dhe dëgjoj muzikën time në YouTube, por pjesën më të madhe preferoj të dëgjoj muzikë random ndonjëherë që ku nuk dua të ri të përzjedh këngët e mia, ose jam lodhur duke dëgjuar të njëjtat, edhe i dëgjoj edhe spotet publicitare, nuk i bëj mute, domethënë në momentin që fillojnë publicitetet. Por duke parë edhe nga këndvështrimi një shikuesi, mendoj që janë pak si shumë të shpeshta. Normalisht rritet kërkesa nga brendet, radiot nuk i thon asnjëherë jo, thjesht rrisin minutazhet e publicitetit edhe i pranojnë të gjitha brendet, kështu që prandaj ndonjëherë bëhet shumë e bezdishme për shikuesin që zgjasin ndonjëherë më shumë se ç'duhet.
Nëse presë edhe përgjigjen tuaj në komente në qoftë se dëgjoni radio ose jo. Të lutem se dua të jap review-t drejt për së drejti. Se, kështu më merak se harxhon. Kremoza është sa dush, ë? Po prit se erdhe. Pak e hidhur si kafe. E pra. Tani e hollin e gjërave që morëm, nëse janë kështë disa që, shumë. Por do të bëj sa për të zbres, por së do iki ta pi kafe në lartë. Jam gati t'ju bëj një haul se çfarë blem në Tek. Dhe jumpsuitin unë kam treguar te video e kaluar, ku ta lë këtë? Ja tani do të më hynte në punë magneti, por unë përtoj ta nxjerr. Mirë është këtu. Okej. E shikoni dhe ju që është pak me zbardhur, ky pse nuk e kam prodhuar njësoj të xhinsi. Po i bukur është. Më i bukur kështu. Sigurisht e pak sa më i errët ai tjetri. Ky është jumpsuiti e ndrova. Më prish kjo pulla këtu. Shikoni u shkoput që këtu, edhe prandaj vajta mora tjetrën. Lekën në kartë asaj s'më kthy akoma. Po gjithsesi të paktën e gjeta në dyqan. Nisi, do ta provoj që ta shikoni tamam që se herën e kaluar nuk e tregova. Edhe ky ishte edhe seti që zgjodha tek HM-ja. Pantallonat janë small, të provoj edhe bluzën extra small, meqense në dyqan provova vetëm smallin që më rinte e madhe, këtë e mora pa provë pastaj. Shikoni? Ishte shumë e bukur. Ja do të shikoni bashkë të veshura se duken më mirë. Edhe dy t-shirtat që mori Klajdi. Ka një rëst t-shirt pa fund, se mos më dëgjon se është aty afër. Ka pa fund, dollapet e tij po pëllcasin nga rrobat dhe nga bluzat më të shkurtra që ka. Ka të tilla plot. Kam kaq shkoj janë të thjeshta, pa mbukur shumë i mirë i Zarës. Jeshile edhe ngjyrën e zezë. Jeshile e shkon Klajdi se ka syt pak në green. Dhe po thosha që kam kaq shkoj që i them të lutem seleksiono rroba, ç'a nuk përdor, ç'a nuk i mban më, ti të dhurojmë. Tani, mbaj kot aty nuk ja vlen. Pastaj, te Klimberi, mira çorape, këto që janë të përshtatshme për mokasino, sepse porosit edhe një val mokasino te Klimber. Edhe do shkoj nesër që ti marri ato. Kështu, tani ti provojmë këto rroba që të më shikoni se si rinë të veshura. E vesha, shikoni si sa bukur që duket seti. Ka pantallonat e lirshme, këtë bluzën, sikur vjen e dërthurur këtu te pjesa para dhe sikur kapet në qafë, po ndërkohë është e qepur te pjesa këtu te gjoksi, edhe është shumë praktike. Dhe imagjinoni që duket shumë bukur me të sheshta, me espadrilla, që kam ndërmend që ta vesh, edhe për punë e vesh, sepse nuk është i egzageruar, plokët lëshuar edhe nuk duken aq e zbuluar te pjesa e supave. Për gjatë verës, domethënë, besoj se është shumë okay. I like it. Ky është edhe jumpsuiti i veshur. Më thoni se si ju duket. Më pëlqen. Po më duket, u fiksova tani që ai tjetri që kisha një ngjyrë xhinsi më të errët. Të sikur më pëlqente më shumë ajo ngjyra. Gjithsesi, mendoj që edhe kjo më shkon. Tani unë kam porositur te Temu, një shall të vogël, e keni parasysh ata që lidhen këtu te beli, në vend të rripit, një të bardhë dantelle dhe besoj se do ngjate shumë bukur edhe me këtë xhinsin, edhe me paltaka, do dukej nice. Tani unë në mendjen time kështu e kam menduar. Porositet e Temu edhe 1-2 kasa të reja për telefonin, që shpresoj të më vinë sa më shpejt këto ditë. Tjetër gjë nuk e mbaj mend çka kam marr. Po, atë mbajtsen e kamerës për ta kapur te makina. Këto, në përgjithësi kështu gjëra është të vogël aksesorin për rasisin tek Temu. I'm just a girl që vesh taka në motor.
We spent years in training, fighting battles uphill. When care is heavy and getting heavier still. If you need or want me, never too hard to find. Shife, You know the places that I Buri po më thoshte që gjëja shumë shkuar me atë, e bendin e bark. Dhe me thënë drejtën as mos më pëlqente vetja. Kështu që hoqa fare. Që i kam flokët keq, e ka fajin burrin. Sigurisht gjithmonë ai ka fajin, kam gjithmonë të drejtë. Edhe po thoshte që sa herë që ulem nga kalaja në Tiranë, se ndjej veten si turiste, sepse është super zonë super e frekuentuar si zonë nga turista. Kështu që po shijoj këtë Aperol Spritzën tim, edhe moti që është këtë freskoj ku i këndshëm, po na shijon me të drejtën. Shumë bukur. Shkoca shohin. Shkoca shikojnë sytë e mi, ndërkohë që flas me ju. Sa bukur që është. Ika tani, se do shijoj Aperol. Hello people, nga dita e martë sot, që po hap kamera, sa po parkova, dihet, jam të vendi për të stërvitur, erdha për pilates. Kështu, filloi java të hënën, isha në punë para dite, mbas dite dolëm pak me të punës, sepse një kolege kishte ditën e fundit të punës, kështu që në nxori në Aqërasi, dolëm nga kalaja e Tiranës. Kaluam mirë, sot e martë, prap në punë, dihet puna, avazi, përditshmëria, edhe nuk munda do të vija në orën 6, sepse duhet të shkoja me patjetër në shtëpi, kështu që erdha për të kapur orën 7, është ora 7 pa 10. Edhe të stërvitemi, të shumë njerëz që të shikoja dhe filmin e Michael Jackson, sepse kam lexuar review shumë të mira, që shumë njerëz e kanë pëlqyer shumë. Ja vle si film dhe e shikon Michael Jackson si figurë nga një perspektiv tjetër. Kështu që jam shumë kurioze që ta shoh. E lash me Clyde-in që inshallah na del koha dhe nuk na del ndonjë punë tjetër urgjente që ta shikojmë nesër në darkë nga ora 8:30 diçka e tillë. Edhe kështu. Të premten pash me motrat The Devil Wears Prada 2. Kisha kaq kohë që doja ta shikonim me motrën. Në fakt e pash vetëm Arionën, sepse kishim kaq kohë që planifikonim bashkë me Nelën, por gjithmonë i dilte një punë njërës, i dilte një punë tjetrës, nuk po bëheshim kur të treja së bashku. Pastaj Nela kishte gocën sëmur disa ditë me radhë, kështu që tham do mbaroj të dhoni filmin në kinema dhe do na ngelet pa parë, dhe shkova vetëm me Arionën. E pam të premten, ishte shumë i bukur, shumë girly, diet, fashion, revista, marketingu digital, kohët e epokës digitale që po jetojmë dhe që kanë transformuar gjë, prekte pak situatën e gjeneratës Z që janë shumë ndryshe nga brezi që kemi qenë më përpara, shumë gjëra kanë ndryshuar dhe çdo gjë, revista, sfilatat e modës janë përshtatur botës digjitale në të cilën ne jetojmë. Ishte shumë i bukur, më pëlqeu. E sillte pak ndryshe atë vibe-in e The Devil Wears Prada 1-shit, por gjithsesi besoj se ishte nevojshme kjo përshtatje që ishte bërë. Por në fakt, një nga këto ditë do ta shikoj sërish The Devil Wears Prada 1-shin, sepse besoj që në një moshë më të madhe çdo film përjetohet ndryshe, kështu që besoj se do kem një tjetër këndvështrim dhe për 1-shin. Mua më pëlqeu 2-shi, kam lexuar review të ndryshme që thonë ka dhe komente negative, që kanë bërë gabim që nuk e kanë ndjekur logjikën e gjës siç ishte tek 1-shi, Miranda ishte shumë herë më e ashpër, si ishte zbutur pak, domethënë. Por gjithsesi thash, mua më pëlqeu. Vetë ora pa 5 duhet futem klasë. Kështu njerëz. Nëse më pëlqen ajo koha që kaloj në kinema, jem më e përqendruar te filmi, edhe janë disa orë të kaluara bukur. E vërteta është se nuk është se kemi shumë aktivitete për të bërë, për të dalë nga ajo rutina jonë. Kështu që o do një udhëtim i vogël, o do një drek dark, ose do një dalë me mish për të pirë diçka, për të konsumuar diçka, ose kinemaja, shopping, këto janë opsionet.
Ja, pilates që bëj unë jashtë orarit të punës. Këto janë. Aq orë ngelen të lira, edhe ajo fundjava fluturon koha direkt, vetëm duke u marrë edhe me punë të shtëpisë, gjëra që nuk kemi bërë gjatë javës. Kështu që është mendoj që jeta në ditët e sotme është bërë jashtëzakonisht shumë, po shumë e shpejt. Ikën koha pa e kuptuar, dhe unë me thënë drejtën e vuaj shumë këtë aspektin që koha ikën ka shpejt, pa e ndjerë, si nuk bëj dot mjaftueshëm, nuk kam kohë mjaftueshëm për të bërë gjitha gjërat e mia, si nuk më përmbush mjaftueshëm ato që bëj sepse jam duke i bërë dhe njëkohësisht trurin e kam diku tjetër, what next, çfarë do ketë në vazhdim. Po mundojmë shumë të përqendrohem tek e tashmja pa e vrarë mendin se çfarë na sjell e ardhmja, se kjo na bën jo prezent në të tashmen. Besoj se më kuptuat. Nëse tani po i të futem tek klasa. Vdisja për të ngrënë momentalisht, edhe kam vendosur për të bërë makarona. Më kishte vajt mendja ekstrem për makarona. Dhe po i bëj me ton, sepse është vetmja gjë që kam në shtëpi në fakt. Për makarona kam dhe pesto, po mua pesto nuk më pëlqen më pëlqen më shumë ose pana, por nuk kisha. Edhe ton, kështu që po bëj për sot do marrë dhe nese për drek, sepse njerëz në ditët që nuk marr, unë ha te mensa që është në Prestige, edhe sot më shpiv, kisha marrë një rumstek, dhe brenda ishte mish i kuq, po nuk e ha dot. Në momentin edhe kur marr biftek ose gjëra të tilla zgare, unë i dua super të pjekura. Dhe nuk e hangra, kam ngrënë të patate si përfundim. Kështu që duhet marrë me vete. Më mirë të marrë diçka minimale, ku diun si makarona, me vete, se sa të ha ty te mensa. Nuk është se gatuajnë keq, po ja, ndodhin këto gjëra të tilla që të shpifet, edhe nuk të vjen më të hash. So, ja, të bëj makarona dhe të marrë edhe me vete. Do ham 2 herë të njëjtën gjë. Kush punon edhe është gjithë ditën jashtë dhe i bie shpesh të ha jashtë, e kupton që të shpifet dhe e ke më mirë të hash diçka që gatun vetë në shtëpi. Zakonisht, kur rike në mëngjes për në punë, dëgjoj ndonjëherë muzikën time, ndonjëherë dëgjoj radio, sepse e kam prekur po në këtë video pak për pjesën e reklamave, por tani doja të thosh edhe një diçka tjetër. Në mëngjes përgjithsisht janë ato emisionet e mëngjesit, unë dëgjoj X Media, tani jam fiksuar me 107.7, që është media e Donald Vesha dhe Romeos, dhe në mëngjes është Rudi, një moderator i njohur në radio, dhe flasin për tema të ndryshme, ftojnë njerëz të ndryshme. Dhe sot po flisnin ishte ftuar një mjek infeksionist, dhe po fliste edhe për pjesën e virozave në përgjithësi dhe paniku deri diku që është përhapur për praninë e virusit, hantavirusit. Dhe më thënë të drejtën, mënyra se si e shpjegonte ai nuk kishte fare vend për panik, sepse shumë njerëz dhe po thosha, po flisnin për pjesën e hantavirusit që deri diku është përhapur një lloj paniku në popullsi, sepse e ngjajsojnë shumë dhe lidhen shumë në fakt me koronën, me pandeminë, me pjesën e karantinës e të tjerë. Por me thënë të drejtën, situata nuk është fare e njëjtë, sepse koronavirusi ishte një virus i ri që popullsia nuk ishte përballur asnjëherë as Organizata Botërore e Shëndetësisë e të gjitha me radhë. Ndërsa hantavirusi është një grup virusesh që është shumë i njohur nga shëndetësia, sepse është shfaqur që në vitet 50, edhe janë një grup virusesh që në tërësi quhen hanta, nuk është një virus i vetëm. Dhe normalisht merret nga brejtësit, është vetëm një lloj virusi në grupin e viruseve hanta, që transmetohet nga njeriu në njeri dhe është super e rrallë dhe pjesa e gjitjes së virusit është vetëm 1 ditë e gjys. E gjithashtu merret normalisht nga brejtësit, kalohet në mënyrë aerosole nëpërmjet frymarrjes, por nëpër zonat që kanë qenë të kontaminuar me jashtëqitjen e brejtësave, me urinën, kalon në mënyrë aerosole dhe merret nga njeriu, por shumë pak nga njeriu në njeri. Kështu që nuk është fare situata alarmante, edhe pjesa e koronavirusit thoshte që thjesht u trajtua në mënyrë të keqe, sepse nuk kishte nevojë të merresh në ato masa drastike që ndikuan pasaj shumë në ekonominë e vendit e të gjitha, më shumë ishte politike se sa nga ana shëndetësore. Ndërsa tani po trajtohet shumë herë më mirë dhe nuk është angjitse dhe aq përhapse. Plus njerëzit janë të njohur me atë virus dhe dinë si trajtohen rastet e tij. Madje thoshte që gjatë gjithë jetës tonë shumë prej nesh mund ta kenë marrë atë virus, por nuk ka dhënë shenja fare, vetëm rastet e rënda janë ato që trajtohen. Edhe sot janë rastet e rënda që kalojnë në për fatalitete, po vdekshmëria ishte
shumë e ullët, domethënë. Ndërmjet rasteve të rënda mund të jetë shpesht, por rastet e rënda janë të rralla, janë të pakta. Kështu që nuk ka nevojë për panik. Sepse thash pjesa më e madhe për ne krahasoj me periudhën e koronës edhe karantinës dhe janë kujtime të këqija për ne. Komas më ka marrë val ujë. Pse s'po më ndjek kamera? Kur duhet më ndjek, është nuk më ndjek. Kur s'dua unë më ndjek. Do ashta duhet të rritë që nxehtësinë. Po më hahet ekstrem shumë dhe mezi po pres që të bëjnë këto makaronat. Edhe kështu, shpeshherë në mëngjes gjoj radio, s'marr kështu informacione interesante. Sepse jam një njeri që nuk dëgjoj fare televizion, lajme, nuk lexoj asnjë për këto faqet e lajmeve që janë Ballkan Web, Jetër Shef, unë shmang në maksimum sepse më duket keq informiv me thënë drejtën, çdo gjë bëhet lajm dhe gjëra shumë herë të panevojshme, kështu që mund të dëgjoj ndonjë radio, ndonjë emision mëngjesi. Dhe tjetër gjë që më pëlqen është i japin kohë mediatike, se nuk është televizion. Edhe personazheve që ndoshta janë haruar, se tani flistet vetëm për reality show, për gjëra vulgare, marrin popularitet edhe like edhe vëmendje edhe flikueshmëri, gjëra vulgare. Ndërkohë në këtë media kanë vendosur që të japin vend edhe artit, edhe personazheve të njohur edhe të rritur në fushën e artit. Ndërkohë që në shumë televizionet të tjera thjesht po japin vëmendje, reality show, të rinjve, gjërave pa vlerë, personazheve pa eksperiencë. Kështu që duhet të kthehemi tek media e vjetër e dikurshme. Njerëz të bukur, unë tani do ulem që ta ha, dhe po e mbyt këtu edhe këtë video. Shpresoj t'ju pëlqej edhe si gjithmonë komentoni çfarë ju të dëshironi dhe mos harroni të më ndiqni në rrjetet e mia sociale, sidomos në Instagram @albavisposh. Fieraj, do shihemi shumë shpejt te vlogu i radhës. Much love.